Tu e ditë që e udhëhesh një platformë kaq të madhe që punon vazhdimisht për shëndetin. Cilat e sheh që janë nashta ato boshllëqet më të mëdha për të cilët lexuesët dhe qytetarët kanë nevojë mu informu më shumë? Çka ju intereson më shumë e ditë? Nëse dikur ka qenë tabu konsultat me psikolog dhe vizitat tek psikiatri, sot nuk konsideroj që janë në një përqindje më të lartë dhe krejt kjo fal punës së madhe dhe promovimit të madh që është bërë në familja jonë dhe në media tjera, në emisionet të ngjashme rreth rolit të psikologut dhe psikiatrit. Ajo çka ndihem po ashtu e lumtur në ndryshimin që ka bërë platforma e familja jonë është edhe vetëdijsimi rreth smundjeve të rënda, siç janë tumoret, kanceret e ndryshme, ku nëse dikur përqindjet më të mëdha të rasteve kanë qenë që janë diagnostikuar në fazë të vonshme, sot janë një përqindje më të madhe që diagnostikohen në fazë të hershme. Shpesh kemi edhe një përqindje në rritje të parandalimeve dhe identifikimeve në fazën fillestare, krejt ku ndoshta nuk ka nevojë as për kemioterapi dhe kjo është lajm shumë i mirë sepse njerëz po bëjnë analiza, njerëz po bëjnë check-up-e, njerëz po rrin gati shëndetit vet dhe ajo boshllëku që ti e quan më i madhe është që shumë shpesh simptomat që një i ftuar jemi tregon për një problematik ndoshta shumë të thjeshtë, shpesh kanë qenë ai hinti kryesor i njerëzve që na kanë shku, unë kam që simptom ku do na më shku, na e kemi orientu, shiko ty të duhet, si më thoni, kardiolog, një hematolog, një pediatër, ne kemi orientu, se shpesh edhe orientimi ka qenë i mangët, mjeku familjar ose internisti, një kohë kanë qenë ata që e kanë kontrollu pacientin, e kanë dhënë diagnozën edhe aty kanë mbetë. Sot janë vetëdijsu fal mediave në përgjithësi, sidomos fal platformës familja jonë, janë vetëdijsu për çdo simptom çfarë mjeku duhet me kërku dhe kjo mban me uni shumë mirë.